Horoskopi ditor për sot, 25 shkurt 2026. Dashi. Marsi energjik dhe Saturni i qëndrueshëm formojnë një aspekt harmonik sot, duke ju inkurajuar të përballeni me sfidat e vjetra me energji të përtërir. Ky rreshtim planetar inkurajon zgjidhjen praktike të problemeve dhe planifikimin strategjik, duke ju lejuar të kristalizoni ambicjet tuaja. Përqendroni energjinë tuaj në detyra që kërkojnë zell dhe durim, pasi kjo është një ditë për të hedhur themele të forta për suksesin e ardhshëm. Në çështje të zemrës, komunikimi i sinqert është çelësi. Shprehni ndjenjat tuaja qartë dhe do ta gjeni partnerin tuaj më të hapur se kurrë. Në aspektin shoqëror, miqtë e vjetër mund të kontaktojnë, duke shkaktuar nostalgji dhe duke ofruar një ndjenjë ngushëlluese vazhdimësie. Fizikisht, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike për të liruar çdo tension të akumuluar. Së fundmi, merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj ndërsa çështjet financiare vinë në fokus më të mprehtë. Në përgjithësi, kjo ditë nënvizon rëndësinë e ekuilibrit, duke ju nxitur të përzieni entuziazmin tuaj natyror me hapa të llogaritur drejt qëllimeve tuaja. Demi. Rreshtimi planetar sot thekson kreativitetin dhe komunikimin, duke ju nxitur të eksploroni mënyra të reja për të shprehur veten. Qoftë përmes artit, shkrimit apo bisedës, lëreni zërin tuaj të dëgjohet. Venusi, planeti juaj sundues, inkurajon kultivimin e marrëdhënieve tuaja personale, prandaj gjeni kohë për t'u lidhur thellë me të dashurit. Në punë, komunikimi i qartë dhe durimi janë aleatët tuaj. Nëse keni pritur momentin e duhur për të propozuar një ide ose strategji të re, tani është koha. Financiarisht, parashikohet përparim i qëndrueshëm, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për të planifikuar investime afatgjata. Emocionalisht, qëndroni të hapur ndaj udhëzimit të intuitës suaj, është veçanërisht e mprehtë sot dhe mund t'ju çojë në njohuri të thella. Përveç kësaj, merrni në konsiderat të bëni rregullime të vogla në rutinën tuaj të përditshme që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në mirëqenien tuaj. Mos harroni, progresi rrjedh nga përqafimi si i stabilitetit ashtu edhe inovacionit. Ky dualitet nxit përvojat transformuese që do të hasni sot. Binjakët. Sot Merkuri në Ujor harmonizohet me Jupiterin, duke ndriçuar sektorin tuaj të komunikimit dhe duke frymëzuar eksplorimin intelektual. Ky është një moment i përshtatshëm për të thelluar në tema që ju ngacmojnë kuriozitetin ose për t'u angazhuar në diskutime që zgjerojnë bot kuptimin tuaj. Në punë, projektet bashkëpunuese fitojnë vrull ndërsa idetë tuaja gjejnë një hënë të mirë me kolegët. Jini të përgatitur për njohuri ose mundësi të papritura, por të dobishme për të bashkëpunuar. Në aspektin shoqëror, ka të ngjarë ta gjeni veten në qendër të vëmendjes, pasi sharmi dhe zgjuarësia juaj tërheqin të tjerët. Lidhjet romantike lulëzojnë në ndikimin e gjallë të këtij rreshtimi planetar. Gjestet e thjeshta mund t'i thellojnë lidhjet ndjeshëm. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rivlerësuar buxhetin tuaj ose për të eksploruar burime të reja të ardhurash. Sidoqoftë, sigurohuni që vendimet të jenë të menduara mirë dhe jo impulsive. Ruani shkathësinë tuaj mendore duke bërë pushime dhe duke ndryshuar rutinën tuaj për t'i mbajtur gjërat të freskëta dhe stimuluese. Kozmosi ju inkurajon të balanconi intelektin me empatinë sot. Daforia. Hëna në shenjën tuaj nxjerr në pak qartësinë emocionale dhe depërtimin personal sot, duke inkurajuar vetanalizën dhe kujdesin për veten. Shfrytëzojeni këtë kohë për të reflektuar mbi modelet emocionale dhe për të vlerësuar se çfarë ju sjell vërtet rehati dhe lumturi. Energjia kozmike mbështet shërimin dhe përparimet emocionale, të cilat mund të forcojnë rezistencën tuaj të brendshme. Në mjediset profesionale, perspektiva juaj empatike do të jetë e paçmuar, duke ndihmuar në ndërmjetësimin e konflikteve dhe nxitjen e një mjedisi bashkëpunues. Shprehni vlerësim midis shokëve të ekipit, pasi ato gjeste të vogla do të hasen me përgjigje të ngrohta. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga ndjeshmëria e shtuar, përqafoni cenueshmërinë për të thelluar lidhjet tuaja. Financiarisht, merrni në konsiderat lënien mënjan të fondeve për përpjekjet e ardhshme. Kushtojini vëmendje ëndrave ose shenjave delikate, pasi ato mund të ofrojnë udhëzime të papritura. Fizikisht, merruni me aktivitete edukuese si gatimi i vaktit tuaj të preferuar ose një banjë qetësuese. Universi ju nxit të jepni përparësi paqes së brendshme, duke ju kujtuar se kujdesi për veten përfiton të gjitha fushat e jetës. Luani. Sot shkëlqen me mundësi, ndërsa energjia dinamike e diellit bën sekstil me Jupiterin ekspansiv.
Kjo ngjarje qiellore ju inkurajon të kapni mundësitë me besim dhe qetësi. Profesionalisht, aftësitë tuaja udhëheqëse shkëlqejnë, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të marrë iniciativë ose për të propozuar projekte të reja. Ata përreth jush ka të ngjarë të reagojnë pozitivisht ndaj qasjes suaj entuziaste, duke përforcuar punën në grup dhe produktivitetin. Në çështjet personale, ngrohtësia juaj natyrore zmadhohet, duke i afruar miq dhe të dashurit më shumë. Angazhohuni në aktivitete shoqërore, pasi ato mund të ringjallin lidhjet dhe të sjellin marrëdhënie emocionuese. Financiarisht, është një ditë për vendime të kujdesshme, vlerësoni me kujdes investimet afatgjata, por mos u shmangni nga rreziqet e llogaritura që premtojnë rritje. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete fizike që fuqizojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Qoftë në palestër apo në një shëtitje në natyrë, ruajtja e mirëqenies është çelësi. Besimi dhe bujaria përcaktojnë ditën, duke ju frymëzuar dhe duke i ngritur ata përreth jush. Virgjëresha. Ndikimet kozmike të sotme nxjerrin në pah një nxitje të fuqishme për organizim dhe qartësi. Me ndikimin e fortë të Mërkurit mund të gjeni veten të tërhequr nga renditja e detajeve dhe rafinimi i fushave të jetës suaj që kanë nevojë për strukturë. Është një kohë e favorshme për të rishikuar dhe përshtatur planet, duke u siguruar që çdo aspekt të përputhet me qëllimet tuaja më të gjera. Në mjediset profesionale, natyra juaj e kujdesshme do të shkëlqejë, duke ofruar zgjidhje aty ku të tjerët shohin pengesa. Sidoqoftë, balanconi vëmendjen tuaj ndaj detajeve me mendimin më të gjerë për të shmangur bllokimin në detaje. Marrëdhëniet ngrohen në energjitë e sotme, duke nxitur komunikimin e hapur dhe mirëkuptimin e përbashkët. Konsideroni gjeste të thjeshta për të treguar vlerësim për të dashurit, sinqeriteti juaj do të vlerësohet. Për sa i përket zhvillimit personal, kërkoni njohuri ose kurse që zgjerojnë perspektivën tuaj. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj dhe bëni rregullimet e nevojshme për të përmirësuar strategjitë e kursimit. Përqafojeni sot si një mundësi për të harmonizuar natyrën tuaj praktike me planet vizionare, duke rritur përmbushjen e përgjithshme. Peshorja. Energjitë qiellore sot theksojnë ekuilibrin dhe harmoninë, pikat tuaja të forta kryesore. Me Venusin që ndikon në sektorin tuaj shoqëror, mundësitë për të ushqyer marrëdhëniet personale dhe profesionale janë të shumta. Sot është ideale për ndërmjetësimin e konflikteve ose sqarimin e keqkuptimeve, pasi diplomacia juaj natyrore është rritur. Profesionalisht, bashkëpunimi me kolegë krijues mund të çojë në zgjidhje inovative, duke përfituar të gjithë të përfshirët. Përqafoni punën në grup për të arritur qëllime kolektive dhe leadershipi juaj do të shkëlqejë. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë në mprekjen e Venusit, duke nxitur biseda të përzemërta dhe ëndra të përbashkëta. Financiarisht, vlerësoni me kujdes opsionet e investimit, duke balancuar rrezikun me stabilitetin. Konsideroni konsultimin me një këshilltar të besuar nëse është e nevojshme. Energjia e ditës gjithashtu inkurajon vetanalizën dhe kujdesin për veten, reflektoni mbi mirëqenien tuaj personale dhe eksploroni praktika të reja të mirëqenies që promovojnë paqen e brendshme. Kënaquni me aktivitete që rimbushin shpirtin tuaj, si yoga ose një vizitë në galerinë tuaj të preferuar të artit. Ekuilibri dhe lidhja janë temat e ditës suaj, duke ju udhëhequr drejt përmbushjes. Akrepi. Ndikimet astrologjike të sotme ftojnë introspeksion dhe transformim të thellë. Ndërsa Marsi angazhohet në një trim të favorshme me Plutonin, ai intensifikon dëshirën tuaj për ndryshime kuptimplote dhe rritje personale. Shfrytëzojeni këtë energji për të ndjekur qëllimet me vendosmëri të përtërir, duke zbatuar zgjuarsinë tuaj natyrore. Në skenar profesional, të menduarit strategjik dhe rreziqet e llogaritura mund të sjellin shpërblime të konsiderueshme. Lejoni intuitën tuaj të udhëheqë vendimet që ju afrojnë më shumë me ambicjet tuaja. Emocionalisht, shqytuni në rrëfimet personale dhe dialogët shërues, cenueshmëria çon në transformim të thellë në marrëdhënie. Financiarisht, shtrirja e sotme mbështet riorganizimin e investimeve ose planifikimin e sipërmarrjeve të reja me kujdes. Aftësia juaj për të zgjidhur çështje komplekse është në kulmin e saj. Në frontin e mirëqenies, angazhohuni në aktivitete që balancojnë mendjen dhe trupin, të tilla si meditimi ose ecja në natyrë, për të liruar tensionin në mënyrë produktive. Me transformimin si temën tuaj, përqafoni energjitë në ndryshim me besim dhe mos harroni, universi mbështet evolucionin tuaj. Shigjetari.
Një shpirt aventuresk ju udhëzon sot ndërsa Jupiteri, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme me Merkurin. Ky rreshtim nxit kuriozitetin tuaj dhe inkurajon ndjekjet intelektuale. Është një ditë e shkëlqyer për t'u angazhuar në përvoja mësimore, qoftë përmes udhëtimeve, arsimit apo bisedave tërheqëse me individ të ndryshëm. Profesionalisht, idetë tuaja inovative mahnisin audiencën, duke hapur dyert për sipërmarrje të reja. Në mjedise shoqërore, gatishmëria juaj për të eksploruar shtigje jo konvencionale mund të nxjisë diskutime interesante. Jeta romantike lulëzon nga spontaniteti dhe ndershmëria, përqafoni dialog kuptimplot me të dashurit. Financiarisht, vlerësoni mundësitë që përputhen me vizionet afatgjata në vend të fitimeve të menjëhershme për të siguruar përparim të qëndrueshëm. Sa i përket shëndetit, aktivitetet si sportet në natyrë mund të fuqizojnë dhe të ofrojnë një ndryshim freskues të ritmin. Së fundmi, besoni në proces, duke lejuar që përvojat të formësojnë perspektiva të reja. Sot, përqafoni eksplorimin dhe zbulimin si forca udhëzuese për të thelluar kuptimin tuaj të botës dhe vendin tuaj brenda saj. Britsjapi. Sot zhvillohet me ambicie të strukturuar, ndërsa ndikimi i Saturnit nxit rivlerësimin e qëllimeve dhe strategjive afatgjata. Rreshtimet planetare favorizojnë planifikimin e përpikë dhe ekzekutimin e disiplinuar, duke ju fuqizuar për të forcuar themelet për suksesin e ardhshëm. Profesionalisht, ky është shansi juaj për të shfaqur një leadership efikas. Qartësia juaj e vizionit frymëzon ekipet dhe drejton projektet drejt realizimin. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm dhe të menduarit strategjik nxjerrin në pa fushat e mundshme për rritjen e investimeve. Marrëdhëniet si personale ashtu edhe profesionale përfitojnë nga dialogu i ndershëm, ndani aspiratat hapur për të nxitur mirëkuptimin. Jepini përparësi mirëqenies emocionale duke balancuar ambicien me kujdesin për veten, edhe një pushim i shkurtër mund t'ju rigjallërojë shpirtin. Konsideroni praktika si vetdia ose shënimi në ditar për themel. Përqafoni ndryshimin dhe përshtatshmërinë, pasi ato plotësojnë natyrën tuaj të palëkundur. Universi ju pajis sot me gjithçka që nevojitet për të rafinuar rrugën tuaj, duke u përqendruar në përparimin e qëndrueshëm në të gjitha fushat e jetës. Ujori. Ndikimet kozmike të sotme inkurajojnë të menduarit inovativ dhe qëllimet vizionare. Me Merkurin në harmoni me shenjën tuaj, mendja juaj është plot me ide dhe zgjidhje origjinale që thyejnë modelin. Kanalizoni këtë energji në projekte që përfitojnë nga një perspektivë unike, qoftë në përpjekjet profesionale apo personale. Përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë në udhëheqjen tuaj sot, mblidhni rrjetin tuaj për seanca idesh që mund të japin rezultate të reja. Në aspektin shoqëror, ju jeni magnetik, duke tërhequr individ me mendje të ngjashme që ndajnë pasionin tuaj për ndryshim. Në aspektin romantik, hapja dhe lidhjet intelektuale thellojnë lidhjet me të dashurit, angazhohuni në biseda reflektuese. Financiarisht, merrni në konsiderat ndikimin afatgjat të vendimeve aktuale, investoni në njohuri ose teknologji që premton rritje të qëndrueshme. Qëndroni të vetëdijshëm për mirëqenien duke balancuar aktivitetin mendor me ushtrimet fizike, ndoshta duke përfshirë një rutinë ose aktivitet të ri për të cilin keni qenë kurioz. Zgjidhjet unike dhe planifikimi vizionar janë mjetet tuaja, përdorini ato për të lundruar në mundësitë e sotme në mënyrë efektive. Peshqit. Peizazhi kozmik i sotëm pasuron natyrën tuaj intuitive dhe të ndjeshme, duke ofruar një kanavas për eksplorim krijues dhe emocional. Neptuni, planeti juaj sundues, harmonia me hënën rrit empatin tuaj, duke ndikuar në lidhjet e thella me ata përreth jush. Profesionalisht, kreativiteti juaj nxit ide inovative që sjellin perspektiva të reja në tryez, besoni intuitës suaj për të udhëhequr vendimet që përputhen me vizionin tuaj. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga shkëmbimet e përzemërta, dëgjoni fjalët e pathënë dhe do të rrisni mirëkuptimin e ndërsjell. Financiarisht, kjo ditë kërkon një ekuilibër të kujdesshëm, vlerësoni modelet tuaja të shpenzimeve dhe prioritizoni atë që përputhet me vlerat tuaja. Sa i përket mirëqenies, ushqeni shpirtin tuaj me rituale të vetëdijshme si meditimi ose angazhimi në ndjekje artistike që qetësojnë dhe frymëzojnë. Ndërsa dita zhvillohet, mos harroni të besoni në rrjedhën e butë të energjive kozmike që ju mbështesin. Le të jetë kjo një kohë reflektimi dhe ripërtëritjeje, duke përqafuar dhuratat tuaja natyrore që ju udhëheqin përmes kompleksiteteve të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.